dhe vjen edhe pastaj që bëhet lidhja më serioze. Ideja është që ti si mund të pretendosh që nga lidhje të propozoj për martesë, sepse ti si mund të hysh në një martesë me që martesa që nga kaq e shenjtë dhe që nga kaq investim shpirtëror etj, si mund ta bësh me dikë që nuk e njeh plotësisht se vetëm në atë lloj mënyre siç ti don që si grua të kesh mbrojtje 360 gradë në martesë, është vetëm mënyrë që ti 360 gradë të njohësh një person duke bashkëtuar. Po unë jam dakord që ti e nis bashkëtesën me qëllime që kjo gjëja po shkon diku, bën shumë sens, nuk mund ta nisësh bashkëtesën për të para po funksionon lidhja si njerëzit që bëjnë fëmijë për të mbajtur burrin me zor, nuk bëhet kjo gjëja, por nuk mendoj që martesa ka ndikim, se nuk mendoj që lidhja kur ti e do shumë një person nuk e shef që është me skadencë. Po tani për qumshtin pa do skadoj kjo lidhja dhe ai do gjej një qumësht tjetër. Nëse ti e nis me këtë mindset, edhe martesa në divorc do shkojë. Kjo është më tepër në sensin e sa dëshiron ti të japësh në këtë marrëdhënie.